Votat në kuvend nuk i mjaftuan, por në qeveri po. I pari qeverisë në detyrë bashkë me ministrat e tij gjatë mbledhjes së së njëjtës, emëruan njerëz në pozita të larta drejtuese në institucione, morën vendime për emërime të komisioneve ad hoc e alokim të mjeteve financiare me vota unanime. Por kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se me këto vendime nuk po nisin procese të reja, por po i përmbyllin ato. Me këtë rast, me këto vendime, nuk po fillojnë nisma e procese të reja, por vetë po përmbyllim ato që kemi nisur e janë zhvalluar gjatë mandatit të plotë. Fikrie Zymberi është emëruar drejtoreshe ekzekutive në Agjencinë për Arsim dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin për të Rritur, ndërsa Besa Bytyqi Baraliu do të udhëheqë si drejtoreshe përgjithshme Inspektoratit të Arsimit. Po ashtu se Bahate Ibrahimi mori pozitën e drejtoreshës ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës, ndërsa Labinot Zeqiri është emëruar kryeinspektori i Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë. Por këto emërime sipas shoqërisë civile janë në kundërshtim me ligjin. Kenan Gashi nga rrjeti OJC-ve Avonet madje thotë se në krye të Inspektoratit të Shëndetësisë u emërua një person që është nën hetime për të kaluarën e tij. Po mëso disa vendime, disa emërime të pozitave të ndryshme, sidomos të kryeinspektorit të Inspektoratit Shëndetësor, që personin i tillë është duke hetuar nga prokuroria e shtetit e në sipas rregullore që është votuar nga vetë kjo qeveri i pozulon rastet e tilla. Gjithashtu, qeveria ka formuar 2 komisione ad hoc për vlerësim profesional në procedurat e pranimit për pozita të larta drejtuese. Njëri komision do të shqyrtojë kandidat për drejtorin ekzekutiv në Agjencinë Qendrore të Prokurimit dhe tjetri për drejtor ekzekutiv në Thesarin e Kosovës.